E the që kjo ushqim pak a shumë të kujton fëminin tënde, kështu që po du pak me të kthyn kohë edhe me të bënë nostalgjike. Çka kujton prej fëminisë tënde? Çka kujton prej jetës tënde kur ke qenë e re, ndoshta edhe jetës mes Kosovës edhe Jordanisë? Unë, Dilara, nuk kujtoj shumë sene, se jem konë shumë e vogël, bebe ma. 6 vjetë jem këthy këto. Po. I moj mem veç paka shumë shtëpia, babin, ato lojna që i kena lujt. Unë jam qky shumë. E vogël, jam rëzu, jam sakatu, gjdo ditë. Dhe me thonë, mu kep, u shbo rutinë e jetës. Okej, ti do me thonë ke qenë fëmijë gjallë, kështu? Po, shumë. Në ekstrem. Po. Më tregot, përveç kësaj, cilat janë kujtimet më të bukura prej fëminisë? Më të bukura? Po e gjokta. Kujtimet me babin. Unë e thëmë ka i herë shqyqyr që ato kujtime i kam. Që i maj men, që kom lujt me ta, e di kojnë e kom bab, pavarësisht pse janë doprin të mi, mami kur s'na ka voj keq për ta. Gjithmonë ka thonë që është e shkrume, është baba ju, që shka dash me vendosa jetën e vetë, Po. muni me folju me ta. Edhe që ajo është seni maj mirë, une për ndryshe kam shumë i gjallar, shumë halla. Edhe ka ro pak mu taku me ta, po që ajo është që i nja familjartë, kena kontakte me ta ka pak. Andi nuk është që kom lind, i kom bo 6 vjetë edhe jam këthy edhe s'kom ditë kur gja. Sot me shku në Arabi, e di ku e kena pos shpin, i di ushqimet, që kjo është ushqimi mami që e ka bo mas shumë ti, se unë e du shumë. Po. Edhe gjithmonë kom dash me mësu, kështu që... Pra e ke mësu prej saj, këtë ushqim qysh me e bo. Kur flasim për fëmininë dhe për gjithë shka tjetër, e the që ti në 6 vjetë është dasht me u kthy pasaj në Kosovë, edhe ka ndryshu jeta. Pavarësisht që 6 vjeqare, nuk është që ke kriju ndoshta diçka shumë të madhe atje, ende ke qenë të e shiju lojën, të e shiju jetën, të urrit fëmininë për gjithësi, po sa ka qenë i vështirë ky ndryshimi, ndoshta Arabi, në këtë rast Jordani me Kosovë, me një vend si që është Kosova për shembull, se po besoj që dallojnë me kultura dhe me gjithë shka tjetër e lërë, ma pasaj edhe shkolla, gjuha. Dallan, në ekstrem shumë, për shkak normal që atje është pak me eron feja, jenë senet ma me legjë. Femnat e kam ma problem me punu, me gjithë vetën. Dhe me thonë aty e ki jetën nëse i bën do vjetë, ja dush mu martu, e vendos për shambull martohësh, ose i thu për shambull babit që unë po du me kry shkollë, edhe e vendosin.